qenë një grua e mbijetuar nga kanceri, e cila ishte një moshë rreth 38 vjeç me një shtatzani gemelare. Mendonte se ishte shëruar plotësisht nga kanceri dhe mërzitur si duket nga ekzaminimet lart e poshtë, nuk kishte ekzaminuar vitet e fundit nga zemra. Bëri një shtatzani, i ankoi ginekologut për mbajtje fryme gjatë gjithë shtatzanisë, por e kishin marrë në kuadrin e shtatzanisë gemelare. Lindi me seksio, deri këtu duke si një rast normal në maternitet, u ndërlikua mbas seksjes me hemoragji postpartum, ndodhin këto probleme. Por situata ishte më ndërlikuar se kaq, pacientja u ndërlikua me edem pulmonare, ishte në gjendje shumë të rëndë. Unë të paciente kam parë ndofta 2-3 ditë postpartum, që ndër rastet një rast vërtet shumë i vështirë. Jemi gdhirë me atë në maternitet, duke menaxhuar me shumë vështirësi të gjithë situatën, por që fatmirësisht ja doli. Fatmirësisht ja doli, vazhdoi shumë ditë, nga ne pastaj u transferua në sanatorium, por fatkeqësisht më thanë që është ndërlikuar me një kancer gjiri. Të dy bebat i arritur, janë mirë, pra kjo është një nga rastet që përsëri unë e kujtoj me shumë dashuri sepse ja doli.